të drejtësinë. Jo, atëherë na duhet një ekuilibër midis lirive dhe drejtave të njeriut dhe ndëshkueshmërisë. Nuk mund të jenë të dyja qëllim. Pra, vetëm liri dhe drejtat e njeriut qëllim vetvete dhe vetëm ndëshkueshmëria qëllim në vetvete. Jo, duhet një ekuilibër që praktikisht bën drejtësi. Bën drejtësi. As merr hak. Kush e vendos këtë ekuilibër? Më fal, as merr hak, as nënshkruan statistika, as ku diun eliminon dikë nga politika, nga shërbim publik apo nga faqja e dheut. Kush e bën, vetëm ata njerëz duhet ta bëjnë. As kush tjetër. Pra brenda sistemi vetë? Vetë brenda sistemi. Duhet jetë punë atyre prokurorëve dhe duhet jetë punë atyre gjyqtarëve. Politikanët duhet i rrinë larg kësaj historie. Larg, shumë larg kësaj historie. Sepse reforma në drejtësi u bë që politikanët të jenë larg, jo të ndikojnë mbi drejtësinë, jo të kenë influencë mbi drejtësinë, po të i rinë larg drejtësisë. Dhe ata njerëz duhet të kenë përgjegjësinë dhe i gjithë sistemi, nga gjykata kushtetuese dhe deri tek prokurori apo gjyqtari më i ulët, duhet të reflektojnë pikërisht këtë ekuilibër, që edhe respekton liritë dhe drejtat e njeriut, po edhe bën drejtësi në bazë të provave edhe të fakteve. Dakor, shumë e drejtë kjo që thoni ju. Pra politika duhet i rri larg. Për mua larg. Edhe pse ka detyrën që ta bëjë dhe ajo brenda parlamentit. Jo, nuk ka asnjë detyre përveç se raportimit dhe kontrollit parlamentar. Kaq. Kaq ka. Në atë kornizë ka, për mua. Për mua politikanët duhet i rinë larg. Nuk kanë, shiko, politikanët deri më sot nuk kanë demonstruar një distancë neutrale nga sistemi i drejtësisë. Po afruan një çik më shumë, ose e marrin, ose e shkatrojnë. Okej. Zoti Braça, me që më përmendët protestën. Tani kemi parë ato pamje, unë nuk doja t'i nxjerrja sërish sot, po pamje ku jeni përplasur në mënyrë të ashpër me protestues, ndoshta edhe gazetar. Është normale që ti turreni ashtu protestuesve? Pra, kush duhet tregohet më i vetë përmbajtur? Jo, nuk jam turr protestuesve. Politikan apo protestues? Ngjarja është krejt tjetër. Shikoni, aty gazetarit, unë nuk e di, gjeni dot një politikan tjetër apo një deputet tjetër në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë që aty gazetarit i kanë ndaluar çdo herë. E di, e kam parë unë këtë që i keni ndaluar. Dhe madje dhe ja u kam thënë këtë, po çfarë ndryshoi? Fal, ti jetë përgjigjur çdo herë. Çdo herë. Po çfarë ndryshoi? Ndryshuan ata apo ndryshuat ju në raport me ta? Ta them unë. Ti jetë përgjigjur çdo herë. Dhe mos jetë përgjigjur me ironi për ta thyrë, për ai që i ndodh shpesh atij djalit aty, edhe me deputetët. Madje e keni bërë këtë kur po futeshit tek festa e PS-s, 35 vjetori i PS-s. Ti jetë përgjigjur, duke e respektuar, po duke thënë mendimin tim, jo mendimin e tij, se natyrisht nuk mund të bie me mendje. Tani, kam qenë duke lëvizur në territorin e 105. Kam parë telefonin, më ka dalë një video e një personi atje që hiqet si protestues, me Ervin Hoxhën. Ish ministrin e Brendshëm. Po, ish ministrin e Brendshëm, e mbante telefonin kështu, Ervini ishte këtu, dhe thoshe kush është ky? Dhe pastaj të shara në anglisht. Ndaj Ervin Hoxhës. Dhe kam parë gazetarin përballë, doli edhe ai në video. Gazetari përballë atje që regjistronte se si qytetari po linçonte deputetin në rrugë. Pjesë e një skeme që shikose çfarë i bëjnë qytetarët deputetëve në rrugë. Dakor? 1. Jam afruar te kuvendi, kam hyrë brenda, jam gjitur në zyrë, për shkak të zhurmave që dëgjoja vazhdimisht edhe më dukej si sherrri i vazhdueshëm, kam dalë në dritare, kam parë gazetarin dhe popullin, dhe këtë popullin, këtë protestuesin, të lutem, bashkë që ta sqaroj një herë mirë, bashkë që të dy. Ma ju tha si jemi bashkë. Një sekond, po i pash unë më përpara. Me thënë drejtën, dhe i kam në telefonin tim. Edhe në vëndet tjera botës ndodh kjo, i ka shkuar Boris Johnson poshtë shtëpisë, dhe i doli me një tort. Erla, unë nuk e kam humbur instiktin e gazetarit. As nuk e kam harruar të bërit gazetari. Në zyrën time i kam filmuar duke bërë këtë planin bashkë. Populli që sulmon deputetët dhe gazetari që i regjistron. Kam zbritur poshtë se kisha lënë një takim, kam dalë, kam hyrë në blok, kam mbaruar takimin, jam kthyer prapë. Në momentin që jam kthyer, i kam parë të dy bashkë duke më turrur mua. Për të bërë të njëjtën skenë që bën me Ervin Hoxhën. I kam vënë dorën përpara, nuk e di është plagosur ai se
ka disa ditë që nuk e shikoj as ke parlamenti. Nuk e di, në është plagosur nga ajo dora që i kam vënë përpara dhe që i kam thënë jo, ti nuk mund ta bësh këtë me mua. Që ta marrësh këtë e të bësh këtë gjë me mua. Po aty tjetër jam kthyer. Se mu desh vetëm 1 orë për ta gjetur se kush ishte. 1 orë. 1 orë. Nga këtu deri në Newcastle. Nga këtu deri në Newcastle mu desh vetëm 1 orë për ta gjetur se çfarë ishte. Pra ju po të ktheheshit mbrapa do kishit vepruar po njësoj? Ca fjalë do mund mos i thoja. Disa fjalë dhe mund t'i evitoni. Po, patjetër. Po mirë, ju e thatë vetë që jeni ndër të paktën deputet që lëviznin këmbë, takoni njerëz, nuk e keni problem. E kishit menduar ndonjëherë që mund bëheshit shënjes të revezëve dhe zemërimit të protestuesve? Po patjetër e kam menduar. Sa kohë që në atë grup ka mbetur Arlind Qori, Agron Shehaj edhe ndonjë tjetër. Po pse vetëm ka plot protoqytetarët? Ka një problem shumë të madh, Erla. I keni dëgjuar deputetët e tyre kur flasin në parlament?